Për kë votojnë shqiptarët? Për atë që u premton të ardhmen apo për atë që u premton të fusin në punë një kushëri? Atë që të fusin punë. Ju vetë personalisht, kë do votoni? Atë që ka prirë dritat apo atë tjetrin që s'ka bërë asgjë këto vite të fundit? Atë që ka punuar e po punon. Kush po punon? Ai gjesh, ai shuliga. Si e do ti? Mendoni se në Rama dhe një mandat katër? E di Rama pse thonë se s'ka punuar. E po punon. Po them se Nga gjithë kandidatët që shikon nëpër lista. duhet ta marr. Po shohu nuk shoh jam po lem rehat. Atë e thash vllamin tim. Ju do votoni, mjafton të votoni Parti Socialiste, nuk ka rëndësi Po, kandidati. po s'ka rëndësi. Partia. Të roj partia. Që ju premton një rrugë apo edhe për që ju premton një vend pune? Shqiptarët votojnë për atë që ju premton një vend pune. Për punë më për ide, da shikon ti. Kujdo? Kush është më mirë që të jetë kryeministër? Ai që na prill dritat apo ai që nuk ka bërë asgjë gjatë këtyre viteve? Atë për këtë kështu unë. Me këtë klasë politike, me këtë... Unë them që më mirë të vazhdoj kjo që është, sepse ata... Të dy kemi provuar si kryeministra. I kemi provuar si kryeministra, po njeri të faktë s'ka vërar, ai tjetri ka punuar, ka vjedhur, po në fakt nuk ka vërar njeri. Kurse ky ka të zezat e dy jasë për mendimin tim. Do një kandidat që juve ju bin për ta votuar? Erion Braçe. Erion Braçe. Po nga këto figurat e reja, partitë e reja? Partitë e reja kanë gardhin shumë të lartë për ta kapërcyer. Është gardhi i lartë të cilin e kanë krijuar këto forcat që kanë pushtetin, që kanë patur pushtetin, kanë pushtetin. E kanë shumë të vështirë. Ndoshta në ide, në pikpamje, në kështu mund të jenë progresiste, por në fundit e para dhe e dyta, kush tha se edhe këta nuk vazhdojnë rrugën e këtyre. Se që ne jemi shumë pesimista për këtë punë e këtyre të rejave. Jo që edhe kodi zgjedhori ndëshkon, ne ku di unë, tjera me radhë e me radhë. Atë që ju premton një rrugë apo për atë që ju premton që të fusin në punë një kushëri apo vetë personin? Këtu të gjitha i bëjnë, po sidomos këtë për një vend pune. Se për një vend pune kanë qef ata, çdo njeri. Është bërë modës. Tek ne në këto 30 ca vjetë që janë, është modës. Edhe kur beti. Premtim, ka që ngellet pash pap marrë një farë premtimi, ikin. Po diaspora, kujt mendoni se ja ka dhënë votën ose do ja japë? Unë jam diaspor. Keni votuar me zarf apo keni ardhur për të votuar? Jo, votuar me zarf. Si shkoi procesi? Si shkoi procesi? Shumë mirë, shumë i saktë, shumë i organizuar fakt si proces, është gjë e mirë kjo. Po akoma nuk është bërë për mua, për mendimin tim, preferencë dur, se janë të paqarta gjërat. Kanë ngele gjërat akoma tek ajo koha me tifozllëk. PD, PS, PD. Kanë ngele akoma këto partitë e reja që në fakt duhen mbështetur me çdo lloj forme. Ma merr mendja që nuk gjejnë hapësirën e dur për të mbështetur, sepse një formë presioni nga këto që të kthehemi te pyetja te vendi i punës, te tjetrat e tjetër, është ajo që janë njerëzit në nevojë. Njeriu në nevojë është. Vota diasporës po flitet shumë që do jetë ajo që do bëjë ndryshimin. Çfarë mendoni ju se do donte diaspora si kryeministër? Të dy janë të provuar si kryeministër. Shiko, diaspora, për mua, unë e rritë gjithmonë me veten time, si puna ime janë me mira. Mendoj që ne kemi njerëz këtu. Pavarësisht se ne kemi ikur edhe, po kemi ikur me trup, po me shpirt dhe me zemër jemi te njerëzit tanë, se është normale. Unë votova PS. Pse votova PS? Unë kam këtë miqina e djatha, që janë njerëz të nderuar, shumë të mirë. Po këto kohët e fundit, ndryshimet që janë bërë, pavarësisht se ka shumë për të bërë, shumë probleme për të zgjidhur, po janë ca gjëra që bien në sy dhe duke dëgjuar dhe opinionin ndërkombëtar atje ku jemi, që mbredhin nëpër Europë, flasin llavet e mira që kjo s'ka ekzistuar para 10 vjetësh. Para 15 vjetësh, më keq akoma, para 20 vjetësh,
akoma më keq. Tash i gjen njerëz të zakonshëm jashtë shtetit që njohin Shqipërinë. Edhe flasin llave të mira, kanë filluar e njohin të gjitha qytetet e Shqipërisë me emra. Rama ka premtuar që në mandatin e 4, brenda vitit 2010, Shqipëria do të jetë në BE. Besoni këtij premtimi? Unë mendoj se i ka ardhur koha. Si me Ramën, si pa Ramën, mendoj se ka ardhur koha. Ka ecur goxha Shqipëria. Ka ecur në mënyrën turistike, në ca gjëra që është për afruar në zhvillimit sot Nga kandidatët e rinj, nga partitë e reja, kë preferoni më shumë? Unë preferoj Agron Sheun, edhe atë Lapën, Adriatik Lapën. Janë djemë të mirë, ata të gjithë janë djemë të mirë në fakt, nuk janë, s'kan lidhje fare ata me këta politikantë e vjetër, janë tjetër brese, tjetër gjë, e do zoti i madh që të vi fundi këtyre të vjetërve, po tjetë sa më edhe të da një i ri, se kemi plot të rinj modelit, edhe në Shqipëri, edhe jashtë Shqipërisë, ka mbarur shkolla nga më me autoritet, nga shkolla më me zë në gjithë botën. Edhe nuk vinë këtu sepse është kjo klasë e vjetër, është normale. Voton shqiptarët, për atë që ju premton një rrugë, apo për atë që ju premton një vend punde për vete, apo për një kushëri një të afërm? Shqiptarët janë ndan dy kampe, kështu që s'mendon kush as për rrugën, as për rrogën, as për asgjë. Thjesht Po janë një majt vend as punde në djathtë. administrata, është joshës? Absolutisht, ndoshta për rinin mund të jetë joshës, koha atyre është edhe mund të votojnë. Po për mua nuk ka vlerë se të votosh për i vend puna, po për i rrugë. Vendi punës nëse të takon do ta marrësh, sipas aftësisë, rruga nëse duhet bëhet, dhe to s'duhet të jenë pjesë e votimit. Kush mendoni ju se do të ishte kryeministër më i mirë? Ai që ka prerë dritat, apo ai që s'ka bërë asgjë gjatë këtyre viteve duke qenë se ka qenë në opozitë? Tash ky është mendimi i secilit është individual, varet edhe nga simpatia që ka për krahun që është. Për mua, çdo kryeminist që ka qenë është mundu të bëjë diçka, sa e ka arritë është tjetër problem. Ndërsa realisht për këtë sotshmin unë habite vetë për i gjatë gjithë analistës tonë që do mandatin e 4. Por e fundi është i parti politike që konkuron, se po të bësh 3 mandate, duhet ta dorëzosh vetë dhe të ikësh dhe turse u spar pjesë në votime. Për mua është e pa logjikshme kjo pyetje që bëhet. Pse e do mandatin e 4? Duhet si janë parti politike dhe duhet të për mua po. Për mua po. Mase gabime ka, gjëra të tjera ka si kudo, mendoj që është më mirë se sa ai që kërkon të vi. Nuk e kam llafin për moshën, nuk e kam llafin për asgjë. Njeriu kur e ndje veten të aftë mund të konkurojë për gjithçka. Them që koha ti ka marrë, to po thon ka i koha e këtij që është 60 vjeç, që ai që është 80, kështu që. A ka ndonjë kandidat që ju mendoni që e meriton voton tuaj? Po patjetër. Kush i duket si figurë më e pastër, edhe më e denjë për të përfaqësuar? Një gjë, unë nuk mund të bëj vlerësim në figura. Thjesht mund të kem një simpati për një kandidat, krahut që unë do votoj, do t'i jap votën. Thjesht vetëm për kaq. Domethënë nuk është problemi që unë do vlerësoj se kush është më i Për kë pastër. keni më shumë simpati? Për të majtën. Për kën kandidat? Ish ministrin e drejtësisë. Ish dikur që ka ajo, i harroj dhe emrin tash, po do ta gjej aty ke lista, kam si. Për e tilë. Kam respekt për punën që ka bo. Unë them që do t'ja jap një njeri pa zhurmë shumë, pa shumë reklam, por që mendoj që ka diçka që t'i jap. Qoftë mosha, qoftë vlerësimi im, ndoshta individual, por këtë vlerësim kam për te. Faleminderit. Ju falenderit Ju për pafshim gjithë dhe mirë. mirë.